alayhi wasallam, siç transmetohet një hadith, se ato që ishin varfër, pra shtatë e pejgamberit alayhi wasallam që ishin varfër, kur zbritën ajetet e Kuranit për dhon sadekat dhe për dhon për hapjen e Zotit, ju ankuan dhe thanë pejgamberi i Zotit na e ka lut pasur. Dhe atë pasurit, do të thonë, ka mundësi me dhon, ka mundësi me kontribu, prandaj na e ka lutur në punë të mira, sepse shqetësimi i tyre vetëm nuk ishte pasuria, por shqetësimi i tyre vetëm ishte që të bëjnë punë që ato të afrojnë më shumë me Allahun te veçantë. Dhe pejgamberi alayhi wasallam u tha, ato mësoj një punë, nëse e veproni, do a kaloni edhe pasurve që japin shumë. Thanë si o pejgamberi i Zotit, ka pas çdo namazin thoni 30 herë subhanallah, 30 herë alhamdulillah, dhe 34 herë Allahu akbar. Ruaj vëllezër dhe motra, xhenetin Allahu dhe veçantë ka bërë shumë të lehtë. Ne na transmetohet një person në futur në xhenet vetëm sepse ka bërë qen. Prandaj përpiqemi ta shfrytëzojmë çdo punë të mirë. Pejgamberi alayhi wasallam thotë mos në vlerësoni asnjë punë sa do e vogël qoftë ajo. Ditën e gjykimit kur takojmë Zotin dhe punët vendosen në shkronën e punëve, ndoshta një buzëqeshje do na mungojë për të futur në xhenet. Sepse mund të rafshojmë punë, mund të bëjmë 50 me 50. Edhe 100 lekë po të kishe dhënë më shumë, ndoshta në dynjë do të futem në xhenet. Prandaj mos ta nënvlerësojmë as si punë, dhe Allah na mëson që mos ta nënvlerësojmë as si punë, por të japim vlerë, sepse çdo punë është shfrytzuar në shërbim të Zotit, dhe është shfrytzuar për hapjen e Zotit, dhe është shfrytzuar për mirë sipas asaj që Zoti urdhëron. Ndoshta në vlerën tonë dhe në masën tonë është e vogël, por Zoti është e madh. Zoti është për dhe Zoti na e pranon në namazin e ibadetit.